Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, këtë hutbe do t'ja përkushtoj një problematike që fatkesisht ka nis të bohet aktuale dhe shkon duke u rrit dhe po ndihen ndarje dhe prishje të martesave ende pa u bo marteset. Ndihen të prishen raportet, ende në fejes, lihen, apo pasi fillon martesa prishen. Arsyeja, nusja nuk don t'jetoje me vjerin. Nusja nuk e don në të njëjtën shtëpi me babën dhe nanën e dhëndrit. E ta zhemat, qaj babë dhe nanë, që e kanë dhonë krejt mundin e vetë, krejt jetën e vetë, që ta ndërtojnë qatë shpi, vind dikush pa njoft e pa dit, thot dil për shpije, para mendoj. Vind dikushi që se ka një dinar se ka dhonë për atë shpi, hala pa artë në atë shpi, thot dil për shpije. E më habiti para disa ditve në muabet me një shosh të ba, dhe duke ditë se është në fejes, dhe të regoj tha u ka prish puna. Pse u ka prish puna? Se nusja tha lypi që unë tha dahëm, prej babës dhe nanës dalim banes, se së njetoja jo me pleqni, edhe pse jo pleqni, 55 vjeqar, vjeria nuk janë pleqni ose 60 vjeqar, po pa ma vonë do të ka gajlen se kur dëm plakëm, kjo së nuk boje hizmet, se kjo duhet të rije pizzicato, kjo duhet të imbaje thët, mësi shtrëmbohen hiq, e gjemat, me që këse reje tash kemi pun. E qka është tash problemi? Do të thotë thjesht këta kërkojnë që të martohen me dhe një djalë prej jetimore. Jetimore, as do në të kese babe nanë, shkon lip një jetimore, pse shkon lip në për familje. Edhe thuja ka dhe një djalë që kam brin nga 18 vjetëve të martohen me qatë se, s'ka babe nanaj, edhe shkon banes, s'ki e vjeri me atë. Ama një jetimore do shkojsh lipish, jo në për familje. Si cili ka babe nanë. Po edhe nëse i ka vdek, njanin mund t'a kese. Po nëse se ka, atëherë do shta e lumja ti. Ama për ndryshe, qka të boje? Ti fuge prindet për tyja? Sot u ka paraqit ki problem, ku ende pa hin shpi, mundohet ta përqaje familjen. Ende pa depërtu të shpia, do në ti përqaje familjen, ti daje. Po ka raste dikundi ku e është një djalë, edhe që atë një djalë do në ta daje pi prindit, që ata t'jesin vetë në banes, e të vdese, e mëse dije kërkush se ka vdek në mqoje gjemat si ka Gjermania e Franca, ku vdes plakin shpi, mbas 4-5 ditve kur të niset qelbët ketë, a i katit vjere keqe, atëherë shkoj një binë, mbas t'ja qelim derën t'a shumë gjitë kabe, kur e shohën ka vdek para një jave. E pse ka vdek? Se djali ati në banes me atë hamën, dhe thote nuk jeton e babën nanë, si intereson të kese babën e nanë shpi, ti këshyre. E ajdo në tjetoj e vetë, e gjemat, kush po të edukon sot vajzën? Kush e edukon sot djalin? Sot prindi nuk i fol djalit. Sot prindi, djalit vetëm i thëtë berpare, gajlin jashtin veç pare, jo edukat të mësoje që të respektoje prind. E në fundaj kur bon pare, ty ta këthen shpinën. Edukon vajzën, si edukon vajzën? Shif me nanën ti, mëse lejtë të maltretoje, si të të bërtase, hajde ti këtu në derën qele kije. E për para gjemat, si ka thonë kështu? Jo se themi duhet duroje dhunë, se dhe dhuna nuk është rregull, se dhe dhuna jo nuk ka arë që ti ta masakrojsh e ta rehish për dit. Edhe pse thot buri shif që këtë boje që kështu, kush jeti të mthush, unë e shkojt e nana jeme. Baba e nana derën qelma një herë dhe gjemat, gjdo herë vajza, kur dhe dije se e ka gjokerin qelë për te baba e nana, momentin e parë, ajo ka ta shfridzojat. Momentin e parë që dhe shohe se nuk i shkon për qefi buri, nuk i shkon për qefi vjeria, ta dish 100%, ajo qatë gjoker ka ta shfridzoje. Edhe pse është vajza jote. Ti e di se e donë vajzën tënde. Ti ki e mendim të mirë. Ama ajo shikon të shkoje të bohet komandant atje. Dhe nëse e shes se komanda nuk i shkon si duhet, ajo do të shfridzoje gjokerin që të kthejet të babe dhe nana. Se e di se e ka atë derë qelë. Ama kur ta përcjellish si babe nanë, thaj bi hapi sytë atje.
Se jetë u martu, nuk jetë dalë në kafe, nuk jetë shku në restorant, jetë u martu të bash gruaja e shtëpisë. Dhe kujdes ndaj aty në antarëve të shtëpisë. Po xhamat, po si be njeri duhet të kesh rahmet pak edhe një hajvonat me e pa për udhë, ha? Edhe një hajvonat me e pa për udhë, të vije gjyna e ka ta se çki qeni s'pas ka hangër, hajde t'jap doni se një mace çati, të vije gjyna e çat macën që hapsh një kafshore bukë, të kesh pak zemër. Ha, ta shosh një zog, abe në shki zogit pak t'ja qes do të rohet haje diçka. Vjeri lipën buk, nuk qohët t'i boje reja buk. Ne bojnë vetë, po ti gjithë ke artë, ati maniken këtë bohësha, shka ke artë në shpi? E xhamat i mbërzitët t'a boje një punë të shpia. Masa ndë ka probleme, po ka valla probleme. Si më s'ke se probleme me qësi mentaliteti. Pra ndaj xhamat, le ta pregadite baba dhe nana, sidomos nana, le ta pregadite vajzën e vetë për ndër të huj. Që ajo të mundet funksionoje në atë shpinë e huj, që ajo të mundet jetoje në atë shpinë, jo, ti rije mendja sa ma frik të aprishe martesën të vije. Sot ka e prapa disa nana i mësojnë e vladët. Unë e së një këmbo që këto sende kur këm ka në re, boni ti. Unë se njëm vesh që kështu me miniq, i kina pas babe nanë të prap, e sot hec ti berem. Unë se njëm knaqë ti. Shka i bije kjo? Ajtë mund që të bosh me bar kala para se me u martu. Po që kjo lafa i thohet e vladi xhamat. Knaqë ti se njëm knaqë. Shka si e knaqë ti? Atë kanë ditë mendjet e zinaja, vetëm se e ke pas rrethin e ashpër e sën pas ke bon. E tash, u kanë shkut sinxhirët, u kanë prish sinxhirët, grahja tash. Se s'ka kushtet kontrolloje. Që këtë jetë e mësu e vladina? Po që këtë dhe mësoj xhamat, 7 sabah nana me bijen, pajk sabahit të parkit e lip vend. Nuk e mba mendën shpinë të akshire, e mba mendën të parkit sa ma shpet shkoj e zane vend. A që ajo do të edukoj e vlata. Buri më puna gje, gruja merë kolicën, shtit cullën ati, shëtit gjithit në për saraj. A që ajo do të edukoj e vlata. Që nuk e mba mendën të shpia, mendën e mbajnë vetëm si dalin jashtë. Kur do vje vakti pushimit, ku janë restoranët më të mirë, ku dalin na për kafe, ku dalin shëtitje, që ti mendën gjithë dit. Po ti nuk je martu për restorante, ti nuk je kamarierk, i je nuse. E sot xhamat edhe një trik tjetër shka e përdorin, që mu për shkak që këtine budalakive që i këm pa, jëm detyru edhe talon që këtë frymën, se shpesh njerëzit hoxha afryn, edhe kur s'ka problem dojmë me frym hoxha të drejtoje. Dhe duke e pa xhamat se këtë aty një njerëzve që i kanë ardhur brenda 8 vjetëve se jam marrë në me të fryme, 3-4 veta vetëm kam pas problem me të bama. 3-4 veta. Mund thonë me qindra qerë vetëm pse ka problem, e që këse probleme në brenda familje, e tash një trik, e dini qka e bëjnë trejet? Te papi njëna qetrës, ka sihir, e tash me vjerin e ka sihirin. E dinja kam bo sihirin veç të shpia vjeris. Si dalën banes, e atër hupin e gjindët, atër shëndoshët, e në një rast i pata një, si dojnë banes hupën e gjindët, u sos sihiri, u kry filmi xhamat, u sosën epizodët më, dojnë banes u shëndosh, e tash këtë tjetra, e shese, ka da po e gjindët bojkat me banes, e në une jo me smund, ta kur ta shof shtej pru qajt në kokë shpinë e urzu, hajde tash edhe kjo qatë film dhe boje, jo me smund, më kanë bo, e veç me vjerin është e bomja, si dalen banes, shëndoshën xhamat. E tash u ka bo trend u ka bo xhamat. Do thot, të trejet, do në dahë shpi vjerive, bonu kurse kje gjin, fkate hoxën, e nësën shëndoshën hoxën, se normal, kur da aktroj s'ka kush që në më shëndoshën. Unë tash jo mi shëndoshën, po nëse bo mi smund, nëse jo mi smund, shkon doktor shëndoshën, ama kur si e i smund, valla sa dush e qonë filmin gjatë. E ne, hoxha se në shëndoshë, shkote një qeter, shkote, e ne ja bom tash e smunda, me prof, në banes qeter, me dalë ndoshtë ta shëndoshëm atëherë. Aha, që këtu kona poenta, dalën banes, e si dalën banes, prishët si hiri. Atëherë e gjindët i thojnë, faleminderit shumë, na bon halal që kina marrë në qafë, tash hec vazhdo. E gjindët mira, ku ke pak si e gjindë, të qesën banes, të të boj me banes,
E që kjo xhamat te I pa une vet personalisht një 3-4 raste që kur dilshin banesë u shndoshin e kur ishin te vjeria ishin smund, mu personalisht ma gërditën të frymën. Edhe unë e thash prej sot e lamo të frymën. Se njerëzit nuk kanë anëzor për të fry. Njerëzit shikoj kanë ta ushqejnë epshin e tyne. Njerëzit dëshirojnë qefët e tyne t'i këshirin. E xhamat, jo se nuk ka njerëzit që vujnë prej sihrit. Nuk e thom këtë. Unë vetë kam pa njerëzit që vujnë prej sihrit. Dhe vetë 8 vjet jam marrë me këtë profesion. Ama xhamat, një numër mundohen ta shfrytëzojë rastin. Mundohet e tash ti hakatën ato budallakiet e vet, dallaverët e vet, qalane e xhindeve. Vin një rast tjetër, hoxha thot, gjali do thot e ka problem me të vjedhmën. I vjedh pare babës të shtëpia, ja vjedh altanin nanës të shtëpia. Edhe vin thom, hape gjithë kijeti, e gjindët më çojnë vjedh. Po çojnë gjindët edhe në kazino, e gjet tak luish. Ha? Ka gjodit dhe një gjinde komargji, kamera kazino. E në ty qënë të vendi për dit. Ja, kujdes. Ato problemet e tuja, bërë mos I mërë qafë dhe gjinde, se I morëm qafë më në ato, si lam rahatën ato. E sot ka që kësi raste, xhamat ku për të dajt për vjerive, aktron kurse është e smund, sa të dahet. A dit gjithahet shndoshet më njëherë. E xhamat kujdes me artistët. Kur të martosh me artiste, duhet t'jesh I kujdesshëm. Se mund të bëjë qësit filmi. Allahu na rujt, Allahu na përmirësoft, Allahu na drejtoft, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.